Johan Stereo, drejtori i Ushtrisë Rajonale të Pogradecit, është prekur nga këmbët e gjata të oktapotit të tenderave Yzedin Bozhaj. Me një procedurë fiktive, i është dhënë kontrata 2 miliard lekëshe kompanisë Shëndeti SHPK. Biznesmeni Yzedin Bozhaj jo vetëm që i përfiton kontratat padrejtësisht, por bën mashtrime edhe gjatë zbatimit të tyre. Madje ka dyshime se është futur në transaksione të pastrimit të parave. Kësaj radhe bëhet fjalë për tenderin e Shoqërisë Rajonale Ujësillës Kanalizime Pogradec me objekt ndërtimi ujësillësit në fshatrat Urak, Kotodesh, Katjel, njësi administrative Rajc. Bashkia Prenjas. Fondi limiti për llogaritur për realizimin e projektit është 202.4 milion lek ose 2 milion euro. Sipas Open Data Albania, platforme AIS-it, ky tender është shënuar me flamur të kuq, pasi paraqet dyshime për favorizim fituesi dhe ka elementet e skualifikimit të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, si dhe skualifikimi i ofertës më të ulët. Në tenderin e mbajtur më 15 qershor 2026, morën pjesë 7 kompani dhe bashkime kompanish, por ka dyshime se fituesi ishte i paracaktuar. Komisioni i tenderit nuk është munduar për ta fshehur këtë propavi, por që në fillim ka vepruar me skualifikime, gjëja për mosplotësim kushtesh dhe kriteresh. Konkretisht, komisioni hodhi në kosh ofertën e bashkimit të kompanive të udhëhequra nga Avduli SHPK me ofertë 185 milion lekë. Po ashtu, në këtë nivel është edhe oferta e bashkimit Mela SHPK dhe Curi SHPK me vlerë 178.3 milion lekë pa TVSH. Përkundrazi, më 13 korrik 2026, Johan Stereo ka shpatur fituese kompaninë Shëndeti SHPK me ofertë 195.3 milion lekë. Pasi verifikuam dokumentet e tenderit, zbuluam se kompania Shëndeti SHPK nuk e plotëson kriterin e kapacitetit teknik për të realizuar kontratën. Sipas dokumenteve standarde dhe kontratës, delse Shëndeti duhet të angazhojë 60 punonjës për një vit në punimet e ndërtimit të ujësisë. Po ashtu, drejtuesi teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera. Operatori ekonomik duhet të ketë dispozicion apo mund t'i vijnë në dispozicion mjetet e pajisje teknike të nevojshme për ekzekutimin e kontratës, si kamion vetëshkarkues 10 tonësh, 15 tonësh dhe 20 tonësh, rula, saldaticë, fadroma eskavator, grader, asfalto shtruese, autobetoniere, fabrik betoni, sonda, pompa gjenerator dhe shumë të tjera. Shëndeti zakonisht ka një numër mesatar 50 deri në 60 punonjës, por ndërkohë i ka të angazhuar në kontrata të tjera. Meqense komisioni ka bërë një tender formal pa verifikimet përkatëse, po ofrojmë një informacion që është publik. Shëndeti SHPK ndërkohë është i angazhuar në kontrata me Bashkinë Kamës, me objekt ndërtim dhe rekonstruksion rrugët bloku Babru, me fond limit 2.2 miliard lekë. Shpallja e fituesit është bërë me 24 qershor 2026, ndërsa kozgjata e kontratës është 6 muaj. Këtu Shëndeti ka premtuar me shkrim të angazhojë 54 punonjës dhe një numër akoma më të madh mjetesh në kuadër të kontratës. Ndërkaq, më 12 maj 2026, Shëndeti është shpallur fituese nga Bashkia Fier për tenderin rekonstruksion i objektit 3K, Qerdhe plus Kompësht, lagja 29 nëntori, Fier, me fond limit 445 milion lekë ose 4.4 milion euro. Në këtë kontratë që zgjat 9 muaj, kompania duhet të ketë 29 punonjës të tjerë. Sikur mos të mjaftonin tërë këta kumbi për sqellat e Shëndetit SHPK, Bashkia Kamës me 17 korrik 2026 i ka dhënë tenderin me objekt ndërtim fusha sportive plus parking dhe rrugë Valias me fond limit 638 milion lekë pa TVSH. Për këtë punë kërkohet për 3 muaj angazhimi 33 punonjësve. Duke qenë se Shëndeti ka 90% pjesëmarrje në kontratë, atëherë duhet një staf me 30 vet as sipas specialiteteve të kërkuara. Është e qartë se Shëndeti duhet skualifikuar, por drejtori i Johan Stereo i ka shijuar biznesi. Yzedin Bozhaj e mori në kontroll kompaninë e familjes më 2005 dhe qysh nga ajo kohë fitimet kanë kapur maja. Për shkak të favorizimeve, Bozhaj jo vetëm i zvarit punimet, por edhe përverson para edhe me situacione false. Këtë e ka konstatuar kontrolli i lartë i shtetit në auditimet e kryera në disa bashki. Në 2 procedura tenderuese të Bashkisë Sarandë, të audituara nga kontrolli i lartë i shtetit me fitues kompaninë Shëndeti të Yzedin Bozhaj, është konstatuar në të dyja rastet vjedhja parave publike gjatë zbatimit të kontratave, duke bërë situacione false për punime që nuk ekzistojnë. Në mars 2023, Bashkia e Sarandës shpalli fituese kompaninë Shëndeti të tenderit me objekt rikualifikim dhe riveshje rrugëve On Hezmi dhe rrugës Ademe Sheme, me vlerë 320.000 euro. Ish kryebashkiaku Adrian Gurma ka skualifikuar të gjithë konkurrentët e tjerë për të shpallur fitues Yzedin Bozhaj. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se biznesmeni Bozhaj ka abuzuar me zbatimin e kontratës me Bashkinë e Sarandës, duke certifikuar punime që nuk ekzistojnë, me situacione false, një praktikë e shpeshtë vjedhje. Në qershor të vitit 2021, Bashkia Sarandë ka shpallur fituese kompaninë Et Konstruksion dhe Shëndeti, me objekt furnizim me ujë zonës Baba Rexhepi dhe lugu i Darës faza 2, loti përfundimtar, me vlerë 3.1 milion euro. Edhe ky tender është shënjuar me flamur të kuq nga Open Data Albania, pasi nuk ka patur asnjë konkurrent tjetër përveç fituesit. Flamuri i kuq vendoset kur ka indicie për korrupsion ose favorizim fituesi. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar që 2 kompanitë me pronar respektiv Alfred Ibrahimin, si dhe Yzedin Bozhaj, kanë mbledhur një pjesë të parave publike përmes certifikimit me situacione false të punimeve që nuk janë kryer. Ndërkohë Bozhaj është përfituesi disa koncesioneve për ndërtim hidrocentralesh në Tropoj dhe Kukës. Ka dyshime se këto i ka përdorur për pastrim parash. Konkretisht, Bradoshnic Hec 20 i regjistruar në Kukës nuk ka akoma një bilanc pas 6 viteve nga krijimi. Koncesioni në bashkëpunim me Aurel Byberi në fillim kaloi në status i pezulluar, më pas u kthye në aktiv. Byberi ka biznese në bashkëpunim me Elton Beqiraj nga Durrësi, i dënuar me 3 vite burg në dhjetor 2025 për skem mashtrimi dhe
lëvizje nëpërmjet faturimeve tatimore false të TVSH-s. Po ashtu, shoqëria Cura Energy 21 SHPK qysh nga viti 2021 nuk ka regjistruar asnjë bilanc financiar, megjithëse me status aktiv. E njëjta situatë paraqitet edhe në kompaninë Abel Energy Albania SHPK. Në këtë subjekt, dyshimi për aktivitetin të lind kur shikon se në Këshillin Mbikëqyrës është vendosur Jeon Breçani. Babai dhe vëllai i Jeonit janë subjekte të SPAK për trafik droge dhe pastrim të parash të krimit. Erzem Breçanit ishte sekuestruar një hidrocentral me emrin Drita, ku vërtetua se investonte paratë të drogës të birit. Vendosja e djalit të Breçanit në bordin e Hecit, të Borzhajt dhe BBA-t nuk besojmë se është për t'i dhënë një pag, ndërsa në rastin e tenderit të ujësjesit për Rajcën, Yzedim Borzhaj është puqur me një ekspert pushteti, Johan Sterion. Drejtori i ujësjesit të Pogradecit në janar 2023 mbante 2 poste, duke qenë njëkohësisht edhe nënkryetari i bashkisë Pogradec. Sterio u detyrua të jap dorëheqje nga posti nënkryetarit për shkak se është vëllai i Viola Sterios, arrestuar në akuzën e mashtrimit dhe përvetësimit të parave. Kanë qenë disa qytetarë nga Korça dhe Pogradeci që denoncuan Viola Sterion, të cilëve u kishte marrë shumë të mëdha parash. Ajo i premtonte se do të ndikonte tek politikanë në Tiranë dhe në Bashkinë e Pogradecit që këta të fundit të përfitonin financime nga AZBR-ja. Sterion atë kohë ishte drejtoreshe e mjedisit në Bashkinë e Tiranës dhe më pas në administratën e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Dyshohet se Sterio ka marrë qytetarëve të ndryshëm shuma që variojnë deri në qindra mijëra euro, duke premtuar leje për resorte dhe hotele me vlerë investimi nga 2.2 milion euro deri në 4.5 milion euro. Gjykata e Korçës e la fillimisht në mas në arrest me burg për mashtrim, por më pas e liroi në arrest shtëpie. Kjo histori familjare forcon indicjen se tenderi ka përfunduar në pazar. Nga ana tjetër, dhënia e kontratës Yzedim Borzhajt e bën të paparashikueshëm fatin e projektit të ndërtimit të ujësjesit në Rajt. Kujtojmë se në këtë zonë ka shembuj të investimit në ndërtimin e ujësjesit të ri që nuk kanë funksionuar më pas. Banorët e fshatit Rajt Sutaj kanë protestuar vazhdimisht për mungesën e ujit të pishëm. Investimi për rrjetin e ri të ujësjesit me vlerë rreth 6 milion euro duhet i furnizonte me 24 orë ujë, por në rubinet nuk mbërrin ujë fare ose u shkon me orar të reduktuar. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.